Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Shpresoj që sot keni kaluar një ditë pozitive në punë, keni marrë energji të bukur dhe tani e di që jeni të gjithë kureshtar të futeni te monitori, thon hajde një herë kalojmë ande nga Tirana, shohim çka ka ndodhur. Ore çka s'ka ndodhur? Çka s'ka ndodhur? Në TikTok po bëhen disa video viral ku ne kemi fatin të dëgjojmë një zë të bukur të Eglit, një këndim fantastik. Egli po tregon që ka një këndim superior, do me thënë është një këndim i ëmbël, i dashur, qetësues për veshin, dhe unë personalisht unë vdes për këto këngëtare. Do me thënë këto që të qetësojnë veshin mua më kënaqin, ndërsa ato që piskollojnë ulërasin ato si vë dot, do me thënë në dëgjimin tim. Në TikTok është bërë viral kjo pjesa që Egli po këndon, por janë ca fjalë dedikim. Tani, a do t'jetë një këngë kushtuar në këtë formë, do me thënë, sepse ne dim që Egli nuk mund t'a këndon muzikën si që këndon gjesti të tipit ritmik, të tipit adrenalin, do me thënë ashtu, por mund t'a bëj këngën me ritëm, po gjithmonë duke u bazuar në dhimbje apo në një lloj këndimi të stilit të baladave. Egli ashtu është e njohur për publikun, edhe këngën me Olsi Bylykun që i ka shkuar mbi 32 milion, është një këngë e bazuar në tekst dashurie në balad. Zakonisht Egli ka shkuar gjithmonë në këto tekste, pasi që e dini shumë bukur që Egli e ka dhe talent këtë pjesën që shkruan tekste për vete, që kompozon për vete, dhe gjithmonë është e prirur tek balada, por njësoj është edhe Fifi, edhe pse këngët e Fifit mund të kenë ritëm, por tematika është gjithmonë një tekst i dhimbshëm, një tekst për ndarje, apo një tekst për shpresë, një tekst për dritë. Do me thënë, baza kryesore është dashuria. Unë dua që t'ju sjell një herë një pjesë të vogël që po bëhet virale gjithandej, ku Egli e këndon një këngë shumë të dhimbshme, një këngë me shumë pasion, me shumë emocion. Ta dëgjojmë pak të këndimin e ëmbël të Eglit, ta shijojmë pak të këndimin e ëmbël të Eglit, që është shumë i ëmbël, dhe më pas të komentojmë pak projektin e ri që Egli do të sjellë në skenë. Por unë doja ta bëj mix me këtë kombinimin, nuk është ky, por doja ta bëj thjesht mix me këtë kombinimin, sepse është një lloj këndimi shumë i bukur. Edhe pse ju mund të thoni që mund ta kenë nxjerrë për gjestin e shumë të tjera, s'ka të bëj fare me këtë pjesën. Dëgjoni muzikën. E pa shpirt me ty, a me veten, koha do t'regoj të vërtetën, e kur natat bëhet e vështirë, prap zemra ime do të lutet të jesh mirë. Gjodha ty para vetes ime, e di nuk dua më të bëj gabime, po kur natat bëhet e vështirë, prap zemra ime do të lutet të jesh mirë. E po tani që ka Egli vokalin e bukur, kjo as që diskutohet. Vokali shumë i bukur, vokali ëmbël, vokal tërheqës. Do me thënë, këngët, si gjithmonë, si që thash, bazohen në këngë dashurie. Kjo është një video në fakt që po bëhet viral në të gjithë rrjetin social TikTok. Fansat admirojnë këtë zë të bukur, admirojnë këtë ëmbëlsi. Ajo që në fakt ka të veçantë Egli, që unë doja ta komentoj pak, është ky miksi që Zoti ja ka dhënë. Ja ka dhënë ëmbëlsinë e vokalit me ëmbëlsinë e fytyrës. Do me thënë, ka një super mix që të dyja kur i bën bashkë e krijojnë një zemër të bukur. Do thënë, Egli është dritë fare. Kënga është kënduar me shumë kënaqësi, do me thënë, duke që pas saj këngë ka një ritëm, ja kanë hequr ritmin këngës, sepse duke që është zëri pak i modifikuar, do me thënë, ja kanë marrë vetëm zërin, ka një ritëm pas saj këngës. Egli tashmë po përgatit projektin e saj, ajo ka qenë këto ditët e fundit konkretisht pardje, tjetrën pardje, dje ka qenë në Kosovë, atje ku Egli tashmë regjistron këngët, edhe ka premtuar edhe në grupin ku Egli është aktive me fansat e saj që do të sjellën së shpejti projekte të reja. Do me thënë, fillimisht një herë e ka projektin solo, e ka këngën e saj, të cilën e ka punuar tashmë me një herë pas përfundimit të Big Brotherit, dhe pastaj ka bashkëpunimin me Fifin, dhe më pas ka bashkëpunimin të shumë përfolur me artist, por patjetër që edhe me gjestin, duke besuar që shumica e këngëve, jo të gjitha, por shumica e këngëve do të lançohen në kanalin zyrtar të Topit, aty ku Topi, jam shumë i bindur, ka interes, ka leverdi, siç i themi në gjuhën popullore,
të nxjerrën këngën e Eglit edhe të Gjestit, por edhe projektet e tjera. Do me thënë, çifti punon me shumë intensitet, kemi një bashkëpunim edhe nga ana e Gjestit me një këngëtar gjigant, besoj dhe jam pak i bindur përveç Bardhit që janë në biseda e sipër, do me thënë Bardhi këtë ka konfirmuar tek emisioni Sara Gjordenit, emisioni i parë që Sara hapi goca po djalë me Bardhin. Bardhi aty tregoi që menaxheri i Bardhit kanë qenë në diskutim me menaxherët të Gjestit për të bërë një këngë, pasi që Bardhi ka qenë këngëtari i cili ka hapur për herë të parë zemrën për të bashkëpunuar me Gjestin, atëherë kur askush Gjestin nuk e besonte që ka një talent, ka një zë, ka një potencial dhe mund të jetë një artist gjigant i skenës, dhe me patjetër që jam i bindur duke njohur mirënjohjen dhe natyrën mirënjohjes që ka Gjesti që do t'ja kthen këtë të mirë Bardhit, por në anën tjetër kemi edhe zëra që fliten lart edhe poshtë që Gjesti mund të ketë një bashkëpunim me këngëtarin e mirënjohur, artistin që patjetër e duan të gjithë gjeneratat, Ylli Limanin. Pritet që Gjesti dhe Ylli të ketë një bashkëpunim, ky është një thash e them, nuk është një lajm i zyrtarizuar apo i konfirmuar nga vetë artisti, por nga që doli që Gjesti do të ketë një bashkëpunim, pritet që do të jetë me Yllin. Unë do kisha dashur në fakt që Gjesti dhe Ylli të ketë një këngë të dy së bashku, kanë energji të ngjajshme, kanë natyrë të ngjajshme dhe do të ishte shumë e bukur, pasi që ndoshta ky mesazh erdhi nga fakti sepse Ylli edhe pat komentuar tek Instagrami i Gjestit kur Gjesti nxori një pjesë të vogël të këngës atë ditë si në TikTok si në Instagram, dhe menjëherë nga fakti që Ylli komentoi, pasi që është një këngëtar që nuk shquhet për të komentuar të këngëtarët e tjerë, e bëri që ne të besojmë që domethënë mes tyre mund të na vijë një bashkëpunim i bukur, mund të na vinë gjëra fantastike. Do me thënë, artistët tanë punojnë, kjo ishte një pjesë të qëndrojmë te Egli, një pjesë këngë që në fakt është me shumë dashuri e kënduar, me shumë përkushtim, është një këngë që tregon një lloj pendese, që tregon një lloj emocioni, por nuk ma merr mendja që ka të bëj fare me Gjestin, nuk ma merr mendja që ka të bëj fare me momentin e Gjestit, sepse zakonisht edhe Egli ka qenë pozicionuar gjithmonë tek dashuria dhe tek ndjesia. Unë mendoj që Gjesti dhe Egli në këngët e tyre do të bëjnë një lloj rrugëtimi që ka të bën me të kaluarën, të tashmen, të ardhmen, dhe mendoj që ky miksi do të sjellën shumë komente tek publiku shqiptar.